kanë shumë kontakt me Kosovën. Çdo herë mendojnë që Kosova është alo një vend I pas luftës, edhe alo nuk është e zhvilluar, edhe kur të vinë këtu situata është e qetë, shohin njerëz trit plot, edhe nëse na herë na edhe I kombinojnë për shembull kemi edhe ture kulturore I personave të ri që e frekuentojnë Bjeshkën ose që dalin në ecje, është çdo herë më shumë rritje. Okej. Çdo javë edhe në verë, sidomos shoh, çdo herë kur shkoj shoh grupe që shtunë dilla Ko janë aktive, shumë në vend që hecin. Nuk e bojmë për mu dok më interesant. Na e bojmë pse ndoshta personalisht ndoshta e lypi që ata për me pas me dal prej çasaj rutinës ecjes. Ndoshta me shtu adrenalinën pak vetes. Po nuk e preferojmë për shembull vështirësinë me bë vështirësi për klientë ose për dikon që ka kërkesë. Kjo është më shumë kërkesë personale. Është hera e parë për mu që në podcast e kam një udhëheqës malor edhe realisht që po flasim për malet, Kushtrim Susuri. Mirë se erdhe Kushtrim. Mirë se gjela, Vlera. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që ju keni përgjigj ftesës, për ndryshe edhe paraprakisht duke I shiku fotografitë e aktiviteteve t'juja edhe gjatë kohës kur ju kom shiku në rrjetet sociale, është domethënë gjithmonë duket interesant, mirë po na nashta si shoqni konsideroj që tash së voni kryesisht pas luftës, miremi ose domethënë është e njohur kjo pjesa e hiking ose ecjeve në male, edhe që është mendoj shumë healthy, edhe shumë mirë që edhe mu njoftuni farforme me ato bukuritë tona, vendet tona, dhe njëkohësisht me zhvillu kapacitetet vetes që nashta I lojmë të fjetuna, pavarësisht që ekzistojnë te ne. A mundesh pak a shumë na përshkruaj aktivitetin tënd Kushtrim, çysh e fillove dhe ku je tash? Unë aktivitetet e mia I kam fillu dikur para 15 viteve që ashtot. Mas pare kam fillu që aty prej ku jam rrit në Prizren, ty po malet e Sharrit që aty edhe kam fillu aty, pastaj kemi vazhdu edhe prej pjesën e Rrugovës, pjesën e Valbonës, Thethit, edhe pjesën e Shqipërisë, ku kemi pat interesant për me I vizitu edhe me eksploru pak a shumë ato vende. Po te pjesa e interesimit njerëzve për bjeshkatari, individualisht ndërsa masovizimi I bjeshkatarisë është bo mas luftës, po aktivitete domethënë të organizume për bjeshkatari ka shumë herët në Kosovë, të frellu prej vitit 1928, kur është organizata e parë bjeshkatare Gjeravica e Pejës, pastaj vinë organizata tjera, domethënë Pashtriku I Gjakovës, Sharri I Prizrenit në 1951 e kështu me radhë. Kështu që fillet e bjeshkatarisë të organizume në Kosovë janë shumë herët se sa mas luftës. Ndoshta mas luftës vetëm rrjetet sociale edhe e kanë vendosur ato më shumë pa. Okej, shumë mirë. Ju fillut, çka ju shtyvi juve me fillu? A keni pas prej fëmijë ose përmendoj çysh ka lind ky pas ju? A është stimulu prej dikujt apo ka qenë? Realisht jo, nuk është stimulu prej askujt. Në fillim, domethënë kur kam qenë si adoleshent, kam luajtur futboll një herë. Edhe e kam pësu një aksident futboll. Edhe masaj mjeku më ka thonë që nuk mundesh me bëj sporte kështu të aktive kështu me tempo të shpejt. Edhe gjatë studimeve kam shku në Amerikë, si kam fitu drejtën me shku si work and travel. Edhe atje masaj kam pas kontaktin e parë, domethënë me male edhe realisht që ato edhe ja kam fillu vitin 2011. Edhe masaj më ka pëlqyer edhe kam pa që trupi jam përmes domethënë përveç incidentit që kam pas, ka mujt me bëhe këtë sport, edhe kom fillu mas edhe në Kosovë me shoshni, të njoft ma shumë me njerës. Për qef njëherë? Po, për qef. Për qef, masë 5-6 vjetë të fundit, kom fillu edhe si guid me punu. Domethënë kom ndonë rëndësi ma shumë njerë certifikimeve, licencimeve të ndryshme që e kina marrë, për me zhvillu punën e guidës, se është një përgjithësi pa e gema dhe kur uthes njerës edhe kom dosh mu siguru të pjesa që kur ta bëj me bo mirë, jo vetëm me bo. Në fillim Kushtrim e fillove domethënë për qef, edhe tash je udhëheqës malor. Që sa kohë edhe çto certifikimet që ti I ke bo, çysh është procedura ose a bohen te na? Realisht unë hala bëj për qef, se du që ta që bëj, po certifikimet që I kemi bo na, unë edhe kolegë tjerë, domethënë bjeshkatarë ose udhëheqësa malor, realisht e kena bu prej organizatave ose federatave, mendimin e federatave të tjera, domethënë jashtë Kosovës. Jashtë Kosovës, po.
Po tash me kalimin e kohës edhe Kosova ka me fillu për me na dhënë certifikime ndërkombëtare, edhe me na certifiku domethënë kur ka dalë vetëm domethënë gjenerata e parë e guidave malore të licencuar për Kosovës, kështu që në mas një kohë edhe ata kanë më pas drejtën e trajnimit të guidave tjera në Kosovë. Kushtrem, kur njerëz kërkojnë që ju me udhëheq, a janë të interesuar veç me dal me hec në mal, apo janë të interesuar me u njoftu me vendin tonë? Më thonë se nashta na edhe ti tregove ma herë që i kemi disa pika që janë shumë të mira, do me thonë, po na nashta nuk kemi as njohuri shumë me i avancu ose me i promovu një farforme, edhe pse ju i promovoni individualisht. Po. Kërkesa e njerëzve më shumë, domethënë, vendorëve është me pas vetëm ecje ndoshta vetëm një ditë ose 2 ditë të vikendeve për shkak të punës edhe ushqimeve që ushqindojnë ata për këto aktivitete, kurse kërkesa e tujve, zakonisht ndërkombëtarëve amerikanë, gjermanë ose perëndimorëve tjerë është me pas ecje më gjata, ture më gjata ku fillon prej 5-6 ditë deri në 2 javë. Pikat kryesore janë 2 shtigje që i kemi më me rëndësina këtu në Kosovë, janë shtigje ndërkufitare mes shteteve të fqinje që i kemi është Peaks of Balkans edhe High Skardus Trail. Peaks of Balkans është pjesën perëndimore, domethënë në Alpet shqiptare edhe në kryesisht në Rrogov pjesën e Kosovës, kurse High Skardus është në pjesën e Sharrit, në pjesën jugore të Kosovës. Çka i bën të veçanta këto? Të veçanta i bojnë se ende nuk janë të vizituar shumë sikur shtigjet për shembull në Evropë, se në Evropë për shembull ka shumë asovizim, ka shumë njerëz. Këtu hasin për shembull në High Skardus hasin një javë dhe ditë hecin edhe i shohim 2-3 veta në shteg. Është ajo agërsia, alo shtegut edhe alo. Që e bën më interesant. Pa prekne, po. Okej. E tash, a do të thotë që fakti që na si qytetarë të këtij vendi nuk kërkojmë që si ecje të gjata, që është hujt po kërkojnë, çka tregon kjo për ne sipas përvojës juaj në këtë drejtim? Ndoshta janë zgjedhje personale për persona, domethënë që ndoshta pushimet të veta i orientojnë dika tjetër. Po edhe ndoshta vetëm që ato për shembull për një kohë më gjatë, që ato që e bën një turist i huj që e bën për 2 javë, ndoshta për një kohë më gjatë na vetëm e kemi bërë. Ndoshta për një vit 2 na i kena vizitu vendet që një turist vjen për 2 javë viziton edhe nuk shfaqemi interes që gjitha që ato me i kry për 2 javë. Atë ndoshta edhe kosto e shërbimeve tona është pak e lartë për standardin ton. Kështu që është pak punë e mundënshme që ka edhe kostën e vet, edhe fjetin, edhe ushqimin, edhe gjitha këto, kështu që besoj që ndoshta edhe kjo pjesë është që e ndajnë pushimin si më ndryshme. Për çto a keni vend ku furnizoheni në Kosovë për shembull se më ushqy një javë, domethënë gjithmonë me mjete vetanake dhe kur nuk je mësuar ashta me funksionu në qatë formë për ditëshmëri, a është e vështirë? Pakot që organizohen domethënë për ditë më të gjata janë prej bujtinës në bujtinë. Kështu që na realisht nuk furnizohemi me një vend për tani javën, kështu që kemi një natë në bujtinë, ecjen e kemi për një bujtinë tjetër, zakonisht prej fshatit në fshat shkojmë. Zakonisht janë 15 deri 20 kilometra në ditë që ka ecje. Edhe çdo herë ka vende ku furnizohemi, nuk jemi ashtu që kemi me marrë gjitha gjonat për një javë me vete edhe kena me vazhdu. Domethënë në çdo shteg që është bërë janë caktuar pikat ku kemi ndalje ose ku e kryjmë për një ditë, domethënë çat turin ditor që e organizojmë. Nuk po moj kushtrim pa të pyet, për shkak se nashta edhe aspekti im profesional, gjithmonë më nxit në çdo punë që njerëz të bojnë me i pyet çu është bën mundje, çajo esja kur ti je, domethënë se vazhdimisht njerëz janë të ndryshëm nashta po ti në vendet e njëjta kryesisht. Ec. Çu është bën mundje ky aktivitet ose Shumë mendojnë që ndoshta është e lodhshme për me i bërë çdo herë të njëjtat, por nuk është realisht e lodhshme për shkak që ti e konsideron veten kur ti je me një grup të huaj, e konsideron veten si personi i parë që ti kemi ja prezantuar shtetin tonë dhe vendin tonë. Edhe dyqysh nuk është çaq shumë e rëndësi ecja si aktivitet fizik, sa është me rëndësi prezantimi i vendit edhe i kulturës që e ka shteti yt edhe e ki ti si person që ja transmeton direkt personave që i udhëheq. Që unë ndihem çdo herë mirë edhe çdo herë mundohem me dhon atë maksimumin me dijenitë e mia edhe me ato që i di për me shfaq edhe me reflektu të tjerë që i udhëheq.
ata tash përvoja jote direkte me çtat hujt që janë njerëz, domethënë që kanë interes, që vijnë edhe dalin ju të heqni. Çush e komentojnë zakonisht? Zakonisht në Kosova njihet si vend që domethënë hujt e konsiderojnë alo si vend luftës, si vend mas luftës. Çashtu domethënë a shohin? Vinë me një pritshmëri krejt ndryshe dhe dalin për Kosovës ose Shqipërisë për një mendim krejt ndryshe. Po thonë ndryshe, çka po i bjen? Ma mirë? Ma mirë. Okay. Ma mirë, se vinë me hezitim. Adin zakonisht disa shtete që nuk kanë shumë kontakt me Kosovën, çdo menojnë që Kosova është alo një vend i pas luftës, edhe alo nuk është e zhvilluar, edhe kur të vinë këtu situata është e qetë, shohin njerëz trit plot, adin se na herë na edhe i kombinojnë për shembull kemi edhe ture kulturore që për shembull na në Prizren i lojmë një ditë, pas Prizrenit i vazhdojmë në malet Sharrit, ditën tjetër Tetov ose me një qytet tjetër që ata e shohin, mase që nuk është që ashtu që transmetohet në internet ose çka lypin ata për Kosovën edhe çka shohin kur të vinë këtu, kretë është ndryshe. E çush i komentojnë malet tona kur i shohin edhe kur ecin to? Zakonisht ata më shumë e komentojnë kulturën edhe traditat që i kanë fshat në atë rreth maleve tona, se ndoshta për ngjitje teknike ose për vështirësi nuk janë çaq sa vendet tjera ofrojnë. Po ata vinë për një eksperiencë unike këtu te na. Për shembull, në malet Sharrit ata vinë edhe kënaqen kur ta provojmë djatën e Sharrit, kur e kemi me një vend për shembull afër Brodit ose me një vend tjetër ku ata edhe e shohin për shembull ndoshta edhe procesin që bëhet djathi i Sharrit. Shohin mikpritjet në bujtina që zakonisht në fshat na janë bujtina të fshatarëve që i kanë shu shtëpiat e veta për mysafirë dhe përgatisin bukën prej shtëpisë. Që ajo është eksperjenca që ata e marrin për çmojnë. E çmojnë. Nuk është aq shumë sa është e vështirë hecja për ata. Për ata është sa çfarë eksperiencë unike për kanë të vendet tonë. Kthehem kushtrim, prap vetëm po vazhdoj me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Kushtrim, që kjo pjesa e kulturës, dhe më thonë që të hujt peshohin edhe pendjejnë edhe pëvlerësojnë, që realisht është faleminderit Zotit që kemi një bagazh kulturor që mu vlerësu, po këta, dhe më thonë, njerëzit tonë, çka vlerësojnë ma shumë, kur ata vlerësojnë kulturën? Dhe më thonë, cili është dallimi
i jon, për shembull, si shqiptar, kur nisem edhe kërkojmë prej jush me na udhëheq. Dallimi mes, domethënë, kur ecet janë përvendor ose të huaj është se përvendor ndoshta më shumë është për ecje fizike, është aktivitet fizik. Okej. Se realisht që ato që e di unë për shorën ose për prizrenin e dinë edhe që ata që vinë me mua, Okej. nuk është problem për ata. Ata më shumë e shohin si aktivitet fizik që i hikin rutinës javore që e kanë punë edhe vinë bëjnë aktivitete me neve. Kurse të huaj që është edhe më herët është diçka krejt një eksperiencë unike që e përjetojnë. A është më mirë mali me borë apo kur është pranverë për ju? Normal është më lehtë kur është pa borë, po edhe me Ma borë letë, ko. po ma mirë? Është edhe më bukur edhe me borë, po ndoshta shfaq pak problem te klientat, se zakonisht kur ka borë ka nevojë edhe për pajisje shtesë. Okej. Kështu që është më lehtë edhe ndoshta edhe më pranvera është perfekte, kështu që edhe ngjyrat edhe gjitha janë më të mira. Nuk e di pse, po mendoj ti vetë përmende më herët që tha njerëzve ju duket na shta lodhje. Edhe realisht kur na po folim, edhe unë veç po ju mendoj, se nuk kom qenë asnjëherë, po ju mendoj tu hec, domethënë, në përmale, gjithmonë kom mendu që është shumë atraktive, dhe prap vazhdoj me mendu që është atraktive, po në një anë, nuk e di pse po mendoj që shumë njerëz që na shikojnë mendojnë një ecion, domethënë me hec me dalë mu lodhë. A është lodhje që është hec për mi kry disa punë? Apo Jo, nuk është. Realisht nuk është se kur të bëjmë për shembull hecje kështu të private me shoqëni ose diçka, na bëjmë ecje edhe pak më të gjata, ndoshta edhe shpesh bëjmë hegare me shokë dhe thojmë atë fund ditës se mi lodh çat shumë që nuk e menojmë, asë thojmë javën tjetër du me pushu, po kur vjen e mërkurja më njëherë kështu ku më shkue me bë planin për javën e ardhshme. Nuk është lodhje sikur që shecim për shembull kështu në qytet ose diçka, është krejt një eksperiencë ndryshe se të çliron shumë edhe psikikisht edhe ajri edhe gjitha kanë atë efektin e vet. Se na realisht tu jetu çdo ditë në pluhen, një farë forme, mandej kur shkojmë në një vend ku është ajri i pastër, kam një përshtypje dhe na ndikon edhe derisa pastrohem, e kemi një farë ndikimi edhe negativ. Derisa organizmi mësohet me çat ajrin e pastër edhe të mirë. Na ke dërgu disa foto shumë të mira, që kanë shumë, përveç që janë të bukra mu pa dhe kanë kuptim, edhe kisha pas dëshirë tash me na lëshu regjia, me na shfaq, edhe me i pa mi komentu ka pak. Kjo ku është ky vend? Ky vend është shumë special, se ky guri kur jam i ulëm është quhet Trekufini ose Kësulja Priftit, është pjesën më jugore të Kosovës, afër fshatit Restelica dhe Brod. Këtu ku jam i ulëm unë janë ku takohen 3 shtetet. Është Kosova, Maqedonia e Veriut edhe Shqipëria. Mbrapa meje shihet mali i Korabit dhe këtu janë kollozat e fshatit Restelic. Edhe ju këtu keni qenë me grup? Apo keni qenë ju, se ti tregove para podcastit që tha, kur shkoj, domethënë me shoqni, është një farë relaksi, se nuk kam përgjegjësi. Këtu ke qenë me grupin kështu shoqëror, apo? Foto që është bo, kam qenë me një shok, po zakonisht kjo pika ku është kalon edhe, domethënë, shtegu Hajskardus, edhe zakonisht mundemi me bo edhe këtë pjesë prej fshatit Restelic në qajt Shqipërisë që e bojmë. Po këtë foton këtu që kam bo, kam qenë me shok, jo, kështu me grup. Okej, shumë mirë. Një foto tjetër, po? Sa e frekshme kjo foto këtë? Kjo është ofër, domethënë kjo është në Brod, edhe kemi tentu me bo ngjitjen majën e Rudokës, që me numër është e nalë 2658 metra. 2 metra me numër është 2 metra më nalë se Gjeravica, po Gjeravica konsiderohet ende si maja më e nalë në Kosovë, për shkak që kjo është bu mas demarkacionit me Maqedoninë e Veriut mas luftës. Realisht nuk kemi mujt me emri majën, për shkak që ka njerë thojmë menqëri është me ditë edhe kur me enalë. Qa ju ka bu me enalë? Koha ka qenë e shkur, dhe më thonë se ofër majës kemi qenë në orat 3 mas dite. Edhe ka qenë dimër edhe erësira. Ka qenë frika që të rohet. Po edhe kohën e kthimit, e kemi llogarit ka qenë shumë vonë, edhe ka qenë shumë ftoftë. Dikur atë temperatura të konë që 2 minus 17. Edhe është e zërshme që kjo, do më thonë, qka të shtyn me qëndru që atje nalë në temperaturë minus 17, tu e di që mundesh me qenë në shpi në të nëzet. është interesante se sporti bjeshkataris është ndryshe... Pa desh me para gjyku se gjyku. Sporti bjeshkataris është ndryshe me sportet tjera, se në sportet tjera ndoshta e ngarë me tjetër kanta.
Në sport bjeshkatarisë diqysh je ngar me veten. Edhe është pak zor me spjegu pse unë për shembull ose tjerët e bojnë që se duket kanë herë pak kuptim të atë qysh me minus 17 minus 20 me shkutu konsumanaj të shtëpia më kënaq. Edhe është pak e problem me spjegu, po është edhe qefi edhe dëshira dhe kanë herë dojmë i provu limitet tona pak më lart sapo mujmë mbrej. Që kjo ngarë me veten, që kjo ma interesantja e krejt mendoj që është, se na realisht shumë mirë e thati, gjithmonë në krejt sportet garohet me dikon. Po realisht në këto kur garon me veten është, dhe më thonë, maja e asaj zhvillimit personal konsideroj. Okay, a ndikon edhe në qëtë pjesën emocionale të njerëzve? Po besoj që po, unë e llogarisën vetë, unë jam shumë i qetë, prese i bëj këto aktivitete, i marr gjonat ma relax, i shoh gjonat ma ndryshe. Dhe në e vrej që bjeshka dhe natyra sa është e madhe krashineve, edhe ndiqysh, edhe më bën ka pak mull për tokë edhe me menu ma rrafsh, dhe sa me pas do, që me thonë, mendime ose do kërkesa ma të nalta që ndoshta mundëm edhe pa ato. Aha, okej, shumë interesant që kjo. Që të foton e fundit, nëse mundesh Raimond me qitë edhe një qëto, okej, e qajom për ball nesh, është jenë ret apo? Po, janë ret edhe realisht këtu po shihen dy maje, ajo karshi është vraca e vogël, është maja fundit malet e sharrit, edhe kjo pjesa tjetër është vraca e madhe. Emrat e majeve janë kështu, edhe realisht aty është edhe vija kufinit Kosovë, Maqedonia e Veriut. Aha, okej, shumë mirë. Shumë mirë, do me thonë, po, a ka të rritë, a kanë interes me njoft vendin? Po. Ka interes. Do me thonë, numri i personave të ri që e frekuentojnë bjeshkën ose që dalin në hecje, është çdo herë më shumë rritje. Çdo javë edhe në verë, sidomos shoh, çdo herë kur shkoj shoh grupe që shtunë e dilla ka janë aktive, shoh me një vend që hecin ose. A ka vende ku mundet me qenë edhe pak rrezik ndonjëherë? Pjesën e Kosovës jo atë shumë, ndoshta të Shqipënisë, te pjesa e Valbonës ose Alpeve, pjesën veriore pak janë të rrezikshme, ndoshta duhet edhe vende edhe me pas pajisje teknike për ngjitje. Aha, okay. Janë do vende që edhe ndoshta zbohen pa udhëhec, edhe pa e ditë terrenin mirë, se janë vende tegra që s'ka shtigje të shënzume, dush me qenë shumë i mirë edhe në orientim edhe në udhëheqje për me i bu ato. Aha, okay. A mundemi me vazhdu me një foto tjetër? Këtu? Këtu, përveç ngjitjeve domethënë që i bojmë këtu në rajon Kosovë dhe këtu, personalisht këtu na kemi qef me bdalë dhe me i bo edhe majet tjera. Kjo është në majet Olimpit vitin e kaluar, kur kemi mri domethënë shtator diku, me organizatën e bjeshkatarëve Shërbësharit për Prizrenit. Një antar i shoqatës edhe kemi pas organizim vetëm për antarët e shoqatës me bo këtë aktivitet. Okej, edhe çysh ka qenë për ju? Mirë, u kom perfekt. Ka qenë eksperienca e dytë e jamja ndërkombëtare, me thonë, jashtë territoreve shqiptare, dhe ka qenë mirë. Je njoftu me një vend ku që ti nuk e ke parë realisht, se zakonisht këtu i ke vendet kryesisht që ti nje. Nuk e kom pa edhe çdo herë dyqysh kemi lexuar shumë për malin e Olimpit edhe çdo herë dyqysh e kena pas si të njohur. Si të njohur edhe u ka një eksperiencë mirë me vizitu edhe dyqysh na thëmë kanë me ja bu një tik që asaj moje se e kena bu. Okej. A e bën çto? Do të thonë me shku me botika? Jo. Për mu tash personalisht nuk është më me rëndësi me shku vetëm me bu një moje edhe është ma shumë që ajo eksperiencë adhe një moje që e bëj që më knaqë ma shumë të se sa. Se ka rrasë të shpesh që unë nuk e mri mojen, po knaqë me që ato që e kumë bo dhe që atë moment që e kumë vendosë më u këthy. E tash, ju që aty në foto, kur keni vendosë më këthy, ke 3 veta, apo? Nëse zgabojte... Jo, grupi ka qenë maj madh. Maj madh, okej. Dikurat 15 veta ka qenë. Okej. Na vetëm 3 veta, vetëm... Në foto, okej, në regull. E tash, kur vendos ti mu këthy, kush vendos mu këthy udhëheqësi? Udhëheqësi. Udhëheqësi, okej. A ka për shembull raste kur njerëz munden me kundërshtu edhe me insistu me vazhdu? Janë të rrolla, për në ato momente që nëse kundërshton ose diçka atëra thjesht vullnetarisht mundet me heq dorë prej grupit edhe me vazhdu vetë. Edhe ti nuk ki përgjegjësi për ato. Aha, okej. Çdo herë vendimet që mirën janë për të mirën e grupit, më mirë është se na çdo herë thojmë mali që aty është, mujë më mbellë javën e ardhshme, mujin e ardhshëm e bo. Çdo herë këto vendime kur mirën për më anulu diçka janë për të mirën e grupit, jo për diçka tjetër, jo pse s'doj me i qu atë nart. Për neve pika parë është siguria e njerit. Nuk na intereson, na kemi me shku moja jo.
Me rëndësi është më kthy sigurt të shtëpia. Po, po. Po vazhdoj me një foto tjetër. Këtu? Okej, kjo maja Treskavecit është një prej majave më teknike në malet e Sharrit. Kjo është afër Lubinjes, fshatit Lubinje e epër në Prizren. Domethënë gjysa e majës është në Kosovë, gjysa është në Maqedoni, zakonisht në ngjitjen e bëjmë për pjesës Maqedonisë është më lehtë. Okej. Se pjesa e Kosovës është pak më rrezikshme. Aha, okej. Po është një Po shumë bukur po duket ndryshe. Ikonik, a den edhe për shembull kur të jenë hymjet Prizrenit për autostradës se sheq atë Vargmalin që aty edhe e dish që ajo te pjesa është pak është më teknike në Sharr. Qysh po mendon ma teknike? Po ma teknike që nuk është për shembull aq e lehtë me u ngjit, duhet pak më shumë eksperiencë, ndoshta kur të ka borë duhet të pajisje ekstra për ngjitje. A keni nevojë ka njëherë me pas që si vështirësi që mos me kalu shumë monotoni po, se pe kom një përshtypje që e keni qëtë nevojë, domethënë me pas vështirësi për mu dok ma interesant. Jo, nuk e bojmë për mu dok ma interesant. Na e bojmë pse ndoshta personalisht ndoshta e lypi që ta për me pas me dal prej çasaj rutinës ecjes. Ndoshta me shtu adrenalinën pak vetes. Po nuk e preferojmë për shembull vështirësinë me bë vështirësi për klientë ose për dikon që ka kërkesë. Kjo është më shumë kërkesë personale. Personale, po. Po gjithmonë për personalisht, se normale kuptoj që kur vjen puna te grupi nuk eksperimentohet ose nuk. Po, nuk eksperimentohet, po edhe në kësi ngjitje për shembull, kjo nuk është edhe aq e vështirë, edhe e konsiderojmë edhe domethënë edhe sa është nartësia e rrezikut për me bërë çato, edhe personat që e bojmë me çato. Çat ngjitje. Për shembull, unë çdo herë kur të bëj në ngjitje që konsideroj pak më të rrezikshme, kam qef me i pas persona të afër që i besoj. Edhe që ja di kapacitetin atyve sa janë të mirë në ecje, edhe sa mundën me ju mbështet njëri tjetrit. Se është ndonjëherë ngjitje që ti duhesh me pas një bashkëpunim me Qysh është kjo bashkëpunimi edhe mbështetja për njëri tjetrin? Po mbështetja për njëri tjetrin ndonjëherë është jo fizike, është më shumë edhe psiqike. Edhe më ndihmon shumë kur dikush më thotë për shembull, hajde edhe pak na kamet, hajde që edhe e krytem me sante. Po të edhe pjesa për shembull të mbështetja është që unë me personin që shkoj unë ja di kapacitetet, se kam bëu ecje më herët edhe i besoj atij personit. Ka raste që për shembull edhe ty ec dush me pas kujdes se ku për shkelësh se ti mundesh me lëshuar ndaj gurës se diçka dhe me lëndu personin mbrapa teje që e ki. Kësi raste duhet me pas besim për dikon që edhe me rujt njëri tjetrin kësi se nuk është vetëm hajt për shkoj me dikon, e vërtet. Pasi, unë personalisht preferoj me shku me dikon që e një dhe i besoj plotësisht. A të ka ndodhur kushtrem ndonjëherë për shembull me shku me dikon edhe mos me qenë bashkë çka që mbështetës, po me thonë hajde po kthehem se po tutna ose diçka ç'është. Ndoshta edhe ka ndodhur, po edhe në ato momente që për shembull konsideroj që ai për një me po tutet ose diçka unë e anuloj, edhe nuk e kam problem. Nëse nuk nihesh sigurt. Ti e vren kur dikush mundet mu friksu edhe nuk e tregon ndoshta? Po, ma mirë është mu kthy në ato momente se sa me bëni ngjitje të pasigurt. Kështu që edhe me ndodh, unë jam domethënë nuk e kam atë ekon që patjetër do të më bëj majën. S'po nihesh rat, s'po nihesh sigurt, kthehemi edhe kush ka problem. Po zakonisht jo, për shkak se ngjitjet personale dhe individuale i bëjmë me persona që e njoh. Po, shumë mirë. Po vazhdoj me një foto tjetër. Këtu perëndimi i diellit apo? Kjo perëndimi i diellit, edhe kjo është unë preferoj shumë pjesën jugore të Sharrit, domethënë pjesën e Brodit, Restelicës, se konsiderohen edhe si livada alpine i thonë, me nalësinë më të madhe, domethënë ndoshta në rajon edhe në Evropë. Se livadat alpine janë në Sharr, domethënë janë përmi 2000 metra. Edhe janë shumë gjana, edhe në hapësirë janë të konsiderohen shumë edhe arsyeja pse djathi i Sharrit është i mirë është pse domethënë kafshët delet edhe lopt ushqejnë që to livada dhe kanë shumë, domethënë produktin e kanë shumë të mirë. Kjo është të shku për që të majnë vraca e vogël që përmenda më herët, prapavi për shihet pak ka borë, pak po, edhe prapavi është mali Korabit, është maja më e lartë në Shqipëri. E kur këtu domethënë është perëndimi i diellit, ndërsa aty ku ke borë, ke ditë, por realisht jeni kthy. Për shkak se është më... Po, aty ku ke foto më herët me borë, nuk ke, domethënë ajo
ka qenë diku ka rreth mesi i ecjes, nuk u kon fundi i ecjes. Nuk po. Po, domethënë që ajo foto është bën ndoshta ka ora 11 ose ora 12. Aha, Në moj afër majës kemi qenë diku rreth orës 3. Okej. 200 metra kemi na pas larg, po kena vendosur më këtu. E vërtet. Nuk është e vështirë ajo maja, nuk është e zorshme, po është Siguria. koha okej. kanë limituar. Po, kur është pranverë nuk ndodhe njëjta, po për Jo, shembull. jo, pranverë është, edhe nuk është ftoft, edhe i kemi gjitha dritat, për shembull me na zonë terre nuk është as problem. Po temperaturat natën bin shumë, kështu që më mirë është më u kthy më herët se sa me zonë edhe terre dhe temperatura tepër të ulta në atë moment. Se mundet me pas edhe ngrirje të gjymtyrëve ose diçka që A ju ka ndodhur ndonjëherë? Mu personalisht jo, edhe grupeve, domethënë shokëve të mi dikuna nuk i ka ndodhur, kam një foto që regjia ndoshta mundet me shfaq ku shihim pak i ngrim. Aha, në okej, ftyrë, që po vazhdojmë ta shohim se se pe di për cilën. ma domethënë Që kjo ka temperaturë qenë- më të ulta, po kjo këtu. A kjo këtu? Po. Okej. Domethënë mjekra u kanë ngrime, atëherë kum pasur flokë të gjata, dhe flokë të shihen pak ngrime. Okej. Temperatura në Sa ka maje qenë? ka qenë -27. -27. Po. Wow, shumë bre. Me real feeling që jep edhe fryma dhe gjitha, domethënë kur e kena këshyrë në internet, domethënë çfarë ditë u kanë -27 në atë maje që e kemi bën gjithë. Kur jenë ngri, do me thonë pak mjekra dhe flokt, tash, okej, a ke pas vështirësi me fol, e që ke ndje gojen, po Jo, mendoj? jo, s'kom pas okej. vështirësi, po një 2-3 ditë mas ecjes se kum po që pak më dhëm ftyra desa. A po? Po, se lëkura normal që Si e digjet, po, si Digjet, prej po, diellit po. një farë forme. Okej. Realisht digjet më shumë se këtu ka edhe reflektime prej borës, edhe rrezet ultraviolete në borë janë më të forta, kështu që duhet më lyjë edhe verë, edhe dimrit E në ku herë. tha që ke qenë këtu? Kjo është apet mbrod, është moja Gjinibegut, në kufi me Maqedoninë e Veriut. Aha, okej. Vazhdoj me një foto tjetër. O, këtu Shqiponja. Kjo është Shqiponja. Gjithmonë, do me thonë e kemi... Kjo është moja në Rudokës, Po, në malet Sharit. Kjo Shqiponja është vendos tash vonë, prej neve, domethënë prej shqiptarëve të Kosovës. Po realisht edhe rreth këtyre majeve këtu në malet Sharit, fshatat në Maqedoninë e Veriut që janë kryesisht fshatna shqiptare, të Tovës. Kështu që kjo është mikprit për 2 anëve, kështu që okej. se zakonisht nëse adin ka raste që mundet edhe mu më dëmtu për shkak të nacionaliteti tjetër, dikujna që është në kufi. Duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes, normal. Po këtë rast Nuk është dëmtu. nuk po është thonë- dëmtu edhe ka qenë mikpritje edhe prej neve, edhe prej shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, po edhe prej maqedonëve që e kanë respektuar që ato edhe nuk na kanë dëmtuar ose diçka. Është kënaqësi kushtrim për ty kur nëse të ka ndodhur ndonjëherë me i dërgu, domethënë këto grupet e të hujve edhe me pas Shqiponjen. Po, është kënaqësi normal që mas asaj ka me fillu edhe mas asaj pjesa e që Shqiponja, pse Shqiponja. Se zakonisht kur të hujt, për shembull në përmaje, i kanë vendosur zakonisht për shembull në Evropë kanë ndoshta kanë objekte fetare të vendosur në përmaje. Kur të vinte na nuk shohin objekte fetare. Shohin objekte nacionale. Adin edhe që ajo, adin diqysh na thonë pse për shembull nuk e keni një han ose nuk e keni një kryq, edhe na e thon po. E pyesin domethënë ata. Po ka raste që pyesin edhe na shumë është ma lehtë me e thonë që kena identifikon të dy palëve neve, edhe në Kosovë edhe në Shqipëni edhe ka mos, kështu që e qesim pa edhe ato që ma shumë jemi patriota Se sa fetar. se sa fetar. Okej. Po menoj fetare është personale për çdo kënd, po Kështu me në një farë total. mënyrë, po në total nuk Okej. mundohemi nuk mundohemi me domethënë nëse Mu vendosësh një identifiku. objekt fetar, ndoshta ja i hish në hak objekteve tjera fetare të popujve tjera, dhe kështu që ma letë është mu identifiku me diçka kombëtare se sa fetare. Okej, po. Ma letë na shta për ndryshe unë mendoj që na jemi përqindje ma e madhe si musliman. Po. Edhe përderisa jemi përqindje ma e madhe dhe me qenë një xhami e vogël, përderisa vende tjera që janë me përqindje ma të madh, pavarësisht që kanë edhe musliman brenda shtetit vet, Po. ata vendosin me identifiku veten me një kryq, që është shumë normale, Po. për shkak se janë përqindje ma e madhe, kështu që ja kish flet mu bo aty këtu ndonjë xhami. Në xhami ndoshta është pak adin shumë me u bë me një majë ose Okej, diçka. po them xhami e madhe. Po, veç një faltore e vogël, që dikush mundet me hyrë dhe me kry një obligim. Na kemi raste që edhe falemi në majë. Për Aha, shembull kemi okej. anëtar të grupit që i kryjnë obligimet e veta
në moje, pavarësisht ku e din edhe vetë që mundesh me Po, kry po, shërbime normal. gjithka, kështu që po mendoj që ndoshta te kjo pjesa e objekteve Fetare. jo fetare, edhe çdo objekt tjetër që vendoset për shembull në male ose çdo ku, më shumë kish me qenë mirë me pas një kontest kombëtar ose të lidhur me sportin, se sa mu identifiku me diçka tjetër. Okay. Ndoshta edhe kombëtar jo, Okay. ndoshta vetëm një kuti që aty që më identifiku me shujt e amin që kushtrimi ose vlera e ka bu që të moje me shujt edhe me pasi dokumentim. Ndoshta i mendimit që asoja më shumë që mos me i privatizu ose diçka që ashtu të moje, po mi bo milon që ashtu që janë tepër. Okej, po feja nuk është private. Po mënoj privatizim është. Normal. Na jemi normal shumic. nuk është. Jemi shumic, po prapë unë po mendoj që mundemi ndoshta me acaru, për shembull unë isha ndi shumë keq si i besimit musliman nëse e kishim pas një shej Po. islamit me një moje, Po. edhe unë kisha shku të qaj moje dhe i kisha pa dëmtuar për dikuna tjetër. Aha, okej, po. Atëherë isha një keq me. Kështu që më mirë mos me pas se sa me pas dëmtuar ose me pas shkruar diçka që aty që ti nuk i kishe pas shef me e paça. Okej. Një foto tjetër, nëse më duket na kanë po. Edhe kjo është në Greqi, Po. në Olimp të e bon gjitjen, realisht unë edhe 2-3 antarë të shoqatës i kemi qenë edhe udhëhec këtë ecje. Zakonisht ecje komerciale na nuk guxojmë me bojë jashtë Kosovës, Okej. për shkak që licencimet tona janë vetëm për Aha. rajon këtu, po këtë ecje kemi pas domethënë jo komerciale, ka qenë ecje për çif. Okej. Dyqysh këtë grupit edhe vetëm eksperiencën tonë e kena përdorur që me qenë grupi më stabil edhe më sigurt në ecje. Se grupi ka qenë i madh diku rreth 35-40 veta, që e kemi bërë më. A është më e lehtë me qenë grupi më i madh? Jo, absolutisht. Është më zor. Më shumë përgjithësi është më zor edhe në grupet mëja duhet me pas më shumë udhëhecë. Zakonisht standardi është deri në 8 persona një guid me qenë, që paramendon 4-10 duhet me qenë Standardi është me qenë 8 persona. 8 deri në 10 persona me një guid. Okej. Në atë moment që të kalon ky numër, është më mirë me pas edhe një udhëhec tjetër. 2 me qenë. 2 me qenë. Okej, do të thonë ndohen, po i bie me qenë si 2 grupe ato mandera. Jo, realisht na funksionoj me një grup, po masaj kur është grup i madh, një ka me qenë një udhëhec në fillim, një në mes dhe një në fund. Edhe komunikimin e kemi çdo herë në mes vete që me qenë grupi më kompakt edhe mos me dikush në fund se nëse i ki 30 veta edhe vetëm ti udhëhec ti s'kim me ditë çka po ndodh në fund me grupin me 30-in atë. Kështu që e kije kontrollën prej guidës tjetër edhe më është më lehtë me udhëhec. A ndodh ndonjëherë për shembull kur janë çështu shumë persona me hub dikush? Neve jo, nuk na ka ndodhur për shkak që nuk janë gabime që nuk kanë nevojë me ndodh, apo ndiqysh. Pse më të ndodh kur ti e din për shembull se duhet udhëhec sa më shumë kur të ki grupe më të mëdha. Po njerëz nuk po mendoj janë disa gjëra që ndoshta nuk mundesh komplet udhëheqësit mja gjujt përgjegjësinë, sa aty kur vi njerëz konsideroj që janë njerëz të rritun, të pjekun dhe vinë me vetdije të plot që po shkojnë diku. Normal. Edhe tash po ka njerëz që në momente të caktuara prej kurreshtjes për me eksperimentu me po diçka munden me mbet në rrugës edhe ndoshta udhëheqësi me vazhdu. Zakonisht jo, nuk i lojmë për shkak që na e kemi si rregull që i fundi duhet me qenë udhëheci. Pa marrë parasysh. I fundi. I fundi duhet me qenë udhëheci edhe nuk guxon me qenë dikush mbrapa udhëhecit. Nëse ka nevojë më unal me bënë fotografi ose edhe me pushu, atëherë udhëheci mundet më unal bashkë me ato edhe me prit derisa. Po jo me lon, jo me lon absolutisht jo. Okay. Nuk ndodh kur kjo. A duhet me pas terapi me veti diçka? Na ndihmat e para çdo herë kemi me veti, po. A keni pas raste kur keni pas nevojë mi përdor? Po. Kemi pas raste për shembull ndihme të lehta, në Greqi kemi pas një rast, domethënë që një antar joni të u kthy prej majës se ka lëndu kamën, edhe masën na zhdasht me bardh deri poshtë. Me bardh. Me bardh deri te bujtina ku kemi qëndruar, mase shërbimet e kërkim shpëtimit malor të Greqisë na kanë ardhur ndihmë edhe e kena bardh deri poshtë personin e lëndum dhe ju ka ofru asistenca mjekësore prej shtetit grek. A ka qenë shqetësuese për ju? Po, për neve pak ka qenë shqetësuese, po ka qenë e menaxhueshme. Domethënë nuk ka qenë ftoftë larg nuk ka qenë edhe nuk ka qenë terreni i rrezikshëm se shqetësuese është kur ndodhin këto gjëra në terren të rrezikshëm, po kështu që e kemi ditë që pak kena mu vënu derisa zbresim poshtë, kemi me vetëm 3 veta në fund, bashkë me të lëndumin edhe kemi bardhë deri poshtë edhe e kemi dhënë ndihmën e nevojshme, pastaj e kemi prit me ardh
kërkim shpëtimi i Greqisë dhe me vazhdu me procedura tjera. Po, çka mungon tek ne kushtrim, do më thonë sa i përket pjesës malore, ecjes dhe këtyre aktiviteteve që ju realizoni? Çka kemi nevojë me plotësu si vend? Çka kemi nevojë me plotësu si vend, ma përpara kemi nevojë ndoshta pasërtime pas pak më të lartë. Shqetësuese është shumë mbeturinat në shteg edhe në parshe nacionale, sidomos në Prevall, ku është fluksi i madh i njerëzve në Brezovicë ose në Rugov, është shumë keq vetëm me pa mbeturina që është shumë prej njerëzve që vetëm vinë, bojnë qef, një ditë dy që aty edhe e lajnë bërlogun që aty edhe largohen. Është një justifikim që na nuk mundemi me e dhonë te turistat, dhe kur na bojnë pse që kjo mbeturinë çështë që kjo gjendë. A pyesin këta të Shumë pyesin se i pengon shumë. Edhe që ajo është ndoshta çka duhet me ndodhë të na mas shumë të është që ajo edhe shenzimi ndoshta i vende i shtigjeve. Se ka ndoshta edhe vende që shtigjet nuk janë shënzume. Okej. Edhe turista zakonisht ose persona që tentojnë kanë njerë vetë me bo në ngjitje ose diçka është paraqisin rrezik. Se kyqen me një vend që nuk e njohin edhe nuk ka shënzime të orientimit lehtë në shteg. E qysh arsituani, po më intereson me ditë kur ata pyesin pse ka mbeturina këtu. Çka më ju thonë atë? Domethënë Pjesë e kulturës edhe situata kjo. më e rëndë se na nuk dimë edhe çka më i thonë herë. Po unë po besoj që ndoshta këna ka met prej kulturës më hershme, për shkak që jo gjeneratat tona të reja, po ata që kanë qenë në kohën e Jugosllavisë ose Serbisë, çdo herë kanë menduar që hapësinat publike nuk janë tonat personale, dhe nuk i kanë konsideruar si të përbashkëta, po çdo herë kanë thonë ai kjo është shtetit, është atë. Edhe ti vetë me po në shtëpia tona jemi më shumë pasër, kur dalim jashtë e kemi bërbat. Edhe po mendoj që inshallah komu ndryshu. Qysh po mendon që mundet më ndryshu që kjo? Po çdo herë duhet të ndryshosh, kjo fillon edhe prej kulturës, edhe në familje, edhe në shkollë që e marrim edhe na si që kena marrë si fëmijë, po edhe gjeneratat e reja që e marrin, që me mbrojtje ato që i kia. Po. Kushtrim, tash ti ki përvoj me njerëz të ndryshëm. Po. Edhe me mosha nashta të ndryshme. Po. Gjeneratat e reja, a e bojnë veprime të tilla apo janë më të vetëdijsuar sa i përket mbeturinave po flas? Qysh ti e sheh? Zakonisht njerëz që dalin me neve nuk guxojnë me bëj kësi gjana. Nuk kom has me një grup udhëhec që kem pas unë me pas, domethënë me lënë diçka rrugës ose ku pushojmë ose diçka. Këto zakonisht ndodhen prej organizimeve familjare, që për shembull e kalojnë një vikend në Prevall, shkojnë bojnë flija ose çka për diçka vëllezën zjarr pa nevojë, edhe që aty hajnë pinë edhe në fund nuk lodhen me hek çat bërllog që aty që e kanë lënë edhe me marrë me veti atë. Nuk zakonisht prej njerëzve kur ka organizimet prej anës tonë nuk ndodhen këto gjëra. E din prej fillimit që domethënë nuk duhet nuk është e lejuar me gjujt gjana në rrugë në tokë me lon. Zakonisht edhe kur çohemi domethënë prej vendit ku kemi bë pushimin ose ku jemi nal, ja hedhim në sy vendit mos ka me diçka ose diçka dhe e paralajmërojmë nëse ka mundot me lënë diçka pa dashje dikush. E paralajmërojmë që me hek ose kanë herë edhe unë jam marrë bërllogin diku na tjetër është në çantë ku po e zon dhe është vazhdoj se është një letër atë tash. Po, nuk është diçka, po. Ju, domethënë nga njëjta rrugë shkoni edhe nga njëjta ktheheni apo? Jo. Jo, okay. Mendoj ka ashtu që apo zbritni diku tjetër komplet. Kretë në varet çka dojmë na me bë. Okej. Çka na duk neve më interesant me bë ose na herë edhe pjesa logjistike na kufizon do gjona me i bë se për shembull e kemi transportin me një vend që duhet mu kthy apet të transporti. Po. E çatara bojmë rrugën e njëjtë. Po ka raste për shembull që e bojmë edhe si rrethore ecën për shembull. Shkojmë deri në majë dhe zgjatem një shtek tjetër që neve na çat apet pikën kur jemi nis. Po ecet domethënë ditore që po mendoj më shumë ditë me turista ato janë shkojmë zakonisht prej fshatit në fshat. Edhe ja nisim për shembull në Prevall edhe përfundojmë fshatin Radomir ose diku tjetër krejt Shqipni, dikurat 100 disa kilometra e bëjmë për 4-5 ditë. Krejt dika tjetër përfundojmë. Çfarë planifikoni me shku tu hec edhe mu kthy tu hec? Jo, kjo vetëm me shku. Vetëm me shku. Me një vend masa dhe na, domethënë se këto prej një vend, prej një shtegut në shteg, zgjat një shteg është një ditë. Edhe në fund masaj organizojmë transportin që grupi ku ka nevojë zakonisht i marrim në aeroport edhe i dorëzojmë në aeroport ose me një vend ku na prakisht ja ofrojmë si plan,
edhe ata e zgjedhin apo e pëlqejnë ose jo. Që çdo herë është e planifikuar paraprakisht, sidomos me grupet e huaja, kompanitë që shesin pakot atyve janë një vjet ndoshta më herët ditë me çka ka më bë. Këtë organizimi itinerarjet, vetëm ata e dinë çka ka më bë. Po, më tregove më herët që domethënë vera ata veç i kanë datat e veta kur duhin. Edhe unë po konsideroj që ne si popull nashta e kemi pak problem për shkak se nuk e kemi atë komoditetin e tyne, qoftë financiar, po qoftë edhe të organizimit jetës, ta atill që me ditë që tash për verës unë ku po shkoj, ose domethënë apo muj me siguru pushimin në qatë ku. Po. A mundet me qenë edhe kjo, po mendoj? Ndoshta po dhe interesi ndoshta i njerëzve të në Kosovë është që me pas pushimet ma relaksuese dhe pak ma relaksuese, po mendon tonight. Pa pas aktivitet fizik me hec. Edhe tash kur ta konsiderojmë lodhje. Edhe kur ta shtojmë kësaj tash mundësitë për me bë pushime për shembull në Evropë, mas liberalizimit vizave për me pa vende të reja. Gjithmonë e kena ma prioritet. Është ma shumë mundësi ki jashtë me bë ndoshta se sa me bë këtu për rreth. Po. Verës tash ti udhëheq malore dhe normalisht që pjesa jote është kryesisht mali, është ajo dëshirë, edhe pasion, po njëkohësisht edhe angazhim profesional ose punë. Po. A shkoni edhe ju në deti? A e sheni detin si pushim, a dhe atje gjeni diçka për me eksploru? Zakonisht ka në pjesën e Shqipërisë, në jug, ka shtigje që edhe ka ecë edhe rreth detit, po verës nuk i preferojmë ato se janë shumë nxehtë. Me hecë në 40 gradë shumë nxehtë, kështu që ato janë zakonisht. Do me thonë me hecë në të ftoftë po hecni, anë të nxehtë është ma zor. Jo është ma zor. Ma zor. Për shkak që dikush zakonisht grupet e jashtit që vinë edhe në moshë pak të shtyme. Janë përmi 50 vjeçar. Nxehti mundet me reagu ma ndryshe në shëndetin atyve se sa i ftohtë. Okej. A ka të na 50 plus që vinë shqiptar? Po. Ka? Okej, perfekt. Ç'ke po më gëzon? Ka dhe unë kur t'jam me 50 plus, dhe më thonë persona shqiptarë që jam në heci, unë njëm çdo herë ma sigurt, se zakonisht janë bjeshkatarët me eksperiencë, edhe unë çdo herë mundohem me mësu për atyve. Edhe unë njëm shumë sigurt, sidomos në shoqatën tonë, kur i kemi dhe më thonë me njerëz me eksperiencë, unë apet njëm si nxënës, ka shi atyve dhe mësoj për atyve. Okej. Kushtrim, çka ju kishe rekomandu të rinjeve, do më thonë qysh mujnë ata me e bo një plan, ose do më thonë një ide, ose me arte ju me kërkes, që une po dua munden me bo një planifikim vjetor për komplet vitin, se cila data unë du me i siguru që me qenë, apo jep një rekomandime ju, apo që shkën, nëse dikush dënë me fillu, më marrë me qëtë, do thonë për qef është fjalla. Po, për qef, edhe ka shumë organizime që bohen javore prej, tash edhe më herët prej organizatave ndryshme dhe prej kompanive outdoor, tash që janë shfaqur në Kosovë, që ka shumë zgjedhje edhe organizimet ndryshme si në Shqipëri, si në Kosovë, që ata mundën me zgjedh. Vetëm me u lumtu pak në internet, edhe po besoj që vetëm i dinë kompanitë që cilat i ofrojnë këto shërbime, kështu që e kanë shumë lehtë për me gjetë se çdo herë ka diçka të organizuar. Nuk kanë nevojë diçka që me kërku ata vetë për me bo, kur vetëm ajo ofrohet prej tjerëve. Do më thonë, ata veç drejtohen të ju, gjithçka është një farforme vetëm datat i caktoni, ju e vazhdoni punën pjesën tjetër. Zakonisht na që punoj me grupet më të kështu të vogla dhe që i kemi rezervimet shumë herët, na nuk ofrojmë, unë personalisht nuk ofroj ecje, domethënë brenda javës. Por bëj sot postimin edhe hey dillën e kemi që të ecje, nuk e bëjmë këto. Po ato që janë të profilizuar për kësi ecje, ata kanë aktivitete çdo javë. Edhe s'ki nevojë as me menu shumë herët, vetëm një search i vogël në internet e mundesh me gjetë çka ka dillën ashpër për ecje. Minimumi ki ndoshta 4-5 opsione ose më shumë. Ti mundesh me gjetë internet. Po, kushtrim, unë e di që kemi edhe shumë çka me fol për këtë temë, por e gjia më njoftun që domethënë kohën veç e kemi në përfundim, edhe është shumë kënaqësi me dëgju qysh njerëz jashtë nesh, domethënë jo shqiptar, janë të interesuar me ditë për vendin tonë, për kulturën tonë, për malet tona, edhe shoqër që kemi njerëz të cilët kanë mund ju prezantojnë qëto, se sinqerisht mendoj që na ka mungu shumë kjo pjesa për me shiju që të krenarin, që edhe na e bojmë një prezantim, nuk shkojmë vetëm diku me pa, po dhe dikush vjen të na mu informu ose me pa diqka. Edhe unë njëm shumë krenar që jam ndoshta pjesë e qëti komuniteti që ndoshta sa do pak kontribojmë
për me shfaq ato çka e kemi, edhe prej terrenit e shoh që çdo herë ka interesim edhe numër rritje sa më shumë për vizita, sidomos në Kosovë edhe në Shqipëri. Po konsideroj që jo me ju gjujt juve përgjegjësinë, po një farë forme sa ma shumë që ju bëni promovim, sidomos online sot, se që ajo po shikohet, aq ma shumë kemi me pas vizitor. E vizitorët jenë përfitim i përgjithshëm i oni. Po, normal. Po mundohem me tonën me e bu, tash nëse ki ndonjë sugjerim ose këshill ose çka do, që ka të bëj me këto pjesë malore, me ndo me shikust për fund. Po mendoj që ndoshta Kosova dhe Shqipëria ka shumë më shumë me ofru se sa ka vende për shembull te familja jeme që ata kur të më shohin fotot e mia ata nuk e dinë që janë këto vende këtu pari rreth neva, dhe i ftoj me një farë mënyrë që ndoshta me i vizitu edhe me i po vlerat ma shumë se sa që i dinë për vendet tona që i kemi. Jo vetëm me i dëgju ose jo me i vetëm me i thonë. dëgju, po edhe me i prek ndoshta edhe me i shiju edhe me po qatë eksperiencën që thash ta ofrojnë eksperiencë unike, që ato pritjet, që ato që ushqim që e hanë, që atë vend që është ndoshta me i prek ma shumë që ato. Sepse e kanë mundësinë apo. Po. Kushtrim shumë faleminderit për kohën edhe për përvojën që ti ndove. Faleminderit Vlera dhe për ftesën. Kënaqësi me pas njerëz që të mujnë me na prezantu aktivitete të dobishme për shoqërinë. Faleminderit shumë edhe për ju. Faleminderit edhe juve. Miropafshim në episodin e radhës.